Përshëndetje, unë jam Amela Livora dhe jam 9 vjeç. Këtu jemi në puntatën e parë të emisionit Gjurmë Fëmijërie, vendi ku çdo fëmijë lë gjurmën e buzëqeshjes së tij. Atëherë, ne kemi udhëtuar nëpër vendet të Shqipërisë dhe kemi bashkëbiseduar me disa moshatarë tanët. Ata na kanë dhe mendime të ndryshme rreth jetës së tyre të përditshme. Dhe tani ne u kthyem në shtëpinë tonë, këtu në Replik. Këtu ne kemi dy të ftuara shumë speciale. Ato janë Ami dhe Emi. Ç'kemi goca? Kemi. A mund të na bëni një prezantim të shkurtër rreth vetes tuaj? Po. Përshëndetje, unë quhem Emeli, jam 10 vjeçë dhe jam në klasë 4. Disa aktivitete që më pëlqen të bëj janë baleti dhe futbolli. Baleti më pëlqen sepse është një vend shumë i bukur që të shkosh dhe të kërcesh. Ndërsa futbolli duhet të vraposh dhe është shumë i bukur. Domethënë, baletin ti e ke si një formë që çlirohesh aty. Unë quhem Ameli dhe jam gjithashtu në klasë të 4. Mua më pëlqen baleti, edhe disa herë mendoj që jam një princeshë. Edhe kam qejf të lexoj histori princeshas. Unë kam shumë qejf të ngrej balonët ku fryt shumë herë. Ja pra, këta janë vajzat tona. Njëra ka qejf të bëhet sportiste, tjetra është një princeshë me ngjyrën roz nga të gjitha anët, e cila shkëlqen sigurisht. Po dhe në botën e saj. Goca, dëgjova që jeni në klasë të 4 që të dyja. Mos jeni gjë shoqe me njëra tjetrën ju? Jo, ne jemi binjake. Ja, pra, binjaket tona, që si që thash dhe në fillim, janë super speciale. Shikoni pak, ato janë binjake që nuk gjejmë fare me njëra tjetrën. Ja, kanë të karaktere të ndryshme. Njëra është princesha, tjetra është sportistja. Atëherë, kur njerëzit ju shohin për herë të parë, a e kuptojnë që jeni binjake? Jo, ato nuk e kuptojnë, ato mendojnë se neve jemi shoqe. Dhe kur ne i themi që kemi lindur dhe jemi binjaka, ata habitën dhe fillojnë të shikojnë për ndonjë gjashmëri. Po atëherë, Emi, më duket shumë interesante që përveç baletit të pëlqen dhe futbolli. Si filloi kjo? Babaj mua më merrte çdo ditë kur shkonte luante futboll. Dhe mua më pëlqente shumë. Dhe unë i thash mamit dhe babait që do më fusin në një kurs futbolli. Ato më futën dhe mua më pëlqente shumë si vrapoja dhe shkoja të kapja topin. Ami, ti thej që të pëlqejnë princeshat. Po, çfarë të pëlqen më shumë te këto? Mua ke princeshat më pëlqejnë që udhërojnë krejt mbretërinë e tyre, ka një kështjellë të madhe dhe ka një kuror të bukur si s'këlqen. Unë e dua një, edhe unë ku të rritem dua të jem një mbretëresh, edhe s'është një punë shumë e vështirë. Po pse mendon që s'është një punë shumë e vështirë, se mendoj që të drejtosh një mbretëri të tërë është pak punë e vështirë, se do të kujdesesh për të gjitha punët. Po nuk është vetëm kurora ajo e cila të bën të ndihesh një mbretëresh apo një princeshë vërtet. Po pra, por unë dua të kujdesem për mbretërinë time, ja pse thash është një punë shumë e vështirë. Në rregull. Po tani, ju jeni motra. Dhe gjithmonë mes motrave ka pak konkurrencë. Kështu që a bën ju ndonjëherë ndonjë garë, vrapimi, apo të gjërave të ndryshme? Ne bëjmë shumë gara, sigurisht, garat e vrapimit ose lojrat. Tani, desha t'ju them një gjë. Unë e di që ju keni vizituar shumë vende dhe për ditëlindjen tuaj keni shkuar në një vend. Më tregoni pak për udhëtimet, si ka qenë vendi që ju ka mbetur në mendje? Udhëtimi im më i bukur që në Paris Disney, kur festova ditëlindjen e 10 dhjetorit, sigurisht, unë ndjeva sikur hyra në një prallë kur hyra në Disney. Ua, po tani juve ju pëlqen Disneylandi, sidomos ty Ami, se ti je një princeshë, ti je princesha e cila do pallatin e saj mbretëror.
Po ti jemi. Edhe mua më pëlqeu shumë Disneylandi, siç thamë, ishte një vend magjepës. Mua pëlqeu Kulla, Disney dhe shfaqja fshek zjarreve, por një vend që nuk mund të harroj kurrë dhe e mbaj mend është Sicilia, gjithashtu ishte një vend shumë i bukur. Në Disneyland, ju duhet jeni kënaqur shumë edhe normal që është një vend që ju ka mbetur në mendje, sepse ka qenë dekada juaj e parë, 10 vjetori juaj, edhe jeni kënaqur shumë atje. Po Emi na tregoi edhe një vend tjetër që i kishte pëlqyer ai shumë. Po ti Ami, ke ndonjë vend që të ka mbetur në mendje dhe të ka pëlqyer ai shumë? Po, unë kam Italinë. Atje ku jetojnë krejt kushërirët dhe gati krejt familjarët e mi. Kur shkojnë atje, kam krejt familjarët e mi edhe mund të luaj me ata shumë. Atëherë, Ami, të pëlqen ta përqafosh Emin? Po mua më pëlqen shumë ta përqafoj Emin, në momente shumë të lumtura. E po tani shen ka një moment i lumtur për ju. Po ti Emi, çfarë mendon për këtë gjë? Mendoj se ti ke ndonjë mendim tjetër. Por mua nuk më pëlqejnë përqafimet dhe puthjet sepse nuk jam rahat, por nuk do të thotë se nuk i dua të afërmit ose njerëzit që njoh. Po këtu do ta nxjerrnim këtë gjë, se këtu ne nuk mbajmë asnjë sekret. Ndihet. Atëherë, tani kam disa pyetje të shpejta për ju, të cilat do i përshtaten njërës për jush apo të dyjave, nuk i dihet. Ndoshta i keni të dyja këtë cilësi. Atëherë, kush harron më shpesh diçka nga detyrat e shkollës? Unë e harroj më shpesh diçka nga detyrat e shkollës, sepse jam duke bërë akoma detyrë dhe harroj t'i shkruaj. Kush zgjohet më vonë në mëngjes kur nuk ka shkollë? Unë zgjohem më vonë në mëngjes sepse jam shumë gjumashe. E po, ja pra, princeshat janë pak gjumashe. Se Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Po ti Emi, Kurse unë zgjohem në orën 6 gjithmonë. kush e kontrollon më shumë çantën para se të dalin nga shtëpia? Unë e kontrolloj çantën gjithmonë para se të del nga shtëpia se mund të harroj ndonjë gjë. Kush kërkon më shpesh diçka për të ngrënë? Unë kërkoj shpesh një Tu diçka. bashkohem dhe unë me dashur. Bashkohem dhe unë në treta për ushqimin. Atëherë, kush kalon më shumë kohë në telefon ose duke parë video? U kaloj më shumë kohë në telefon, kuptohet pse i kam vendosur syzet. Po kjo do të thotë që ne duhet të nxjerrim një mesazh, nuk do të rrim aq shumë kohë para ekraneve, sepse jo vetëm dëmtimet që na bëjnë me shëndetin, si për shembull vendosja e syzeve nëse ne kemi probleme me syt, por që jemi dhe më pak social dhe nuk luam aq shumë me shokët apo shoqet, sa që do të kishim luajtur, po ta kishim shpangur pak ekranin. Atëherë, kush rri më gjatë në shtrat pasi është zgjuar? Unë rri më shumë në shtrat pas jam zgjuar, sepse lodhem të çohem, edhe dua të rri në shtrat. Kush dramatizon më shumë kur mërzitet për diçka të vogël? Unë dramatizoj më shumë për gjëra të vogla sepse unë mendoj se nuk është të drejtë. E po, ti kërkon të drejtën tënde. Po, çfarë është diçka që ju duket juve pa drejtë? Kur Ami më merr lodra dhe unë mërzitem shumë. Ky është momenti që ti dramatizon. E vërtet. Dërsa kur Emi Dramatizoj me orë. merr gjërat e mia, kur unë as nuk i kam dhënë leje. Ose do të prish sendet e mia, unë mërzitem shumë. Ose do të lexoj sekretet e mia. Ami nuk dramatizon aq shumë. Po, ju thoni edhe që dramatizon ajo më shumë, edhe kjo e ndjet me shpirt do të na bërtasi tani kur e ka bërë Emi atë gjë. Çfarë do të themi ne ty për këtë gjë? Por ka dhe disa momente që do unë dramatizoj si Emi. Nuk është vetëm Emi që dramatizon. Po unë dramatizoj më shumë. Kur nuk jemi. Kush bën më shumë shaka në shtëpi pa pushim? Unë bëj më shumë shaka se sa Emi, por baba ai bën më shumë se të gjithë në shtëpi. Por unë bëj më shumë se motra ime. Atëherë, kush flet më shumë gjatë ditës pa u lodhur? Unë flas më shumë se kam shumë gjëra për të treguar dhe nuk mbaroj dot. Atëherë,
Ne e kaluam atë pyetjen, ama Ami tha se ti ndonjëherë i lexon sekretet e saj, prandaj ajo mërzitet. Cili është sekreti më i madh që ti i ke zbuluar asaj? Nuk është zbuluar asnjë. Sepse unë e ndjek shpejt edhe e ka për herë. Edhe kështu nuk ka lexuar dot asnjë. Pse ti mban ditar? E kisha mbajtur, por nuk e mbaj më. Sekretet e tua i mban këtu tani, ë? Këtu sepse kjo mua mi lexon. Sepse ti ke një motër të rrezikshme. Unë më çep Maybe. Kush mendon më shumë para se të marrë një vendim? Unë mendoj më shumë. Në çdo restoran që shkojmë, unë mendoj, a të marr këtë apo këtë. Çdo rrobë që vesim, a të marr këtë apo këtë. Nuk e di çfarë të zgjidh. Se duhet të rri disa minuta derisa të zgjidh. E shikoni pra, edhe të vendimet i merr më shumë për ushqime. Po, këto ushqimet e shkreta, s'na kanë bërë neve, ja, dukshëm. E vërtet, Që të trija. e vërtet shumë. Dukshëm, prandaj. Shumë dukshëm. E shikojnë edhe publiku që ne pëlqejmë shumë ushqime. Dallohet. Kush fal më shpejt pas një grindjeje? Sepse jemi dramatizon më shumë, unë duhet të fal më shpejt. Sepse duhet ta bëj një nam të madh, pastaj unë duhet ta lej atë që edhe jemi ta lej. Po atëherë, ju vajza, kush është një grindje? Për çfarë jeni grindur më shumë, që ju ka mbetur pak hatri me njëra tjetrën, po e keni toleruar prap njëra tjetrën, e keni falur, se motrat për këtë punë janë. Kur një herë që ka ndodhur, që unë i kisha marrë Emi një lodër, por Emi më kishte marrë dhe mua. Edhe kështu duhet të rrimë që të merr një lodër dhe njëra tjetrën. Ama këtu pas keni qenë një me një, kështu që nuk duhet ishit grindur fare. Do e kishim dhënë një tjetrës. Po, pse nga e diti që fal më shumë se Emi, ndoshta Emi fal më shumë se ti. Unë e di që fal më shumë, sepse çdo herë unë duhet ti më para që fal, derisa të fal Emi. Çdo rraf. Vërtet. Ja e pranon edhe Emi, s'kam që të them më. Kush e ka më të vështirë të pranon kur gabon? Unë kam më të vështirë të pranoj kur gaboj, se mendoj sepse gjithmonë kam vetë të drejtë. Mendoj që ka të drejtë, po nuk ka të Girls, ne vajzat kemi gjithmonë të drejtë. Of course. Girls power. Yes, the Of course. girls power. Girls power is perfect. Atëherë tani do kthehemi te pyetjet, sepse akoma si kemi mbaruar pyetësorin, kemi plot 15 pyetje, edhe përsëri të tjera se nuk shpëtoni vajza. E dim që nuk shpët. Kush rri më shumë në botën e vet duke ndërruar? Unë rri më shumë në botën time të ëndrave, sepse ju e dini që unë kam qenë princesë, ndërsa Emi ka sportet. Emi rri në botën e sporteve, por unë rri në botën e përrallave. Atje ku shfaqem si një princeshë. Pa më thuaj një mendim tëndin, një ëndër aq të bukur sa ke dashur të bëhet realitet. Unë dua që kjo ëndër të bëhet realitet, sepse unë duhet të jem princesha ime preferuar, nga filmi i preferuar. Cila është princesha jote e preferuar? Rapunzel. 200%. Ah. Po jo të Amel, çfarë, kush është? Po, tani po ndrojmë vendet, ne do mi bëni ju E sa do e të thoj? Po, çfarë të bëjmë ne? Tani duhet të ndrojmë vendet. Nuk jeti e vetmja që do bësh pyetje sot. Unë bëjmë të deve të E një. po shiko, duan të më ngacmojnë pak edhe mua, po unë nuk bie pre shumë lehtë, kështu që do e keni shumë të vështirë me mua. Ta shohim. Çfarë doni të më pyesni? Cila është princesha jote preferuar? Princesha ime preferuar? Unë sa herë që shoh pralla, jam, domethënë, gjithë princeshat më pëlqejnë, nuk kam asnjë që të më duket e preferuara. Pra, kush është ushqimi yt i preferuar?
Qova shtu fara me, qova tu fara. O baba. A vazhdoj me pyetjen tjetër se Jo, dua të kthesh përgjigje. Se që do i përgjigjesh krejt pyetjeve, Amel, tani duhet të përgjigjesh. Mos ta çoj njëri këtë. Un kam qef suflaqet, hamburgerat, pizzat. Po ti pas e gjitha. Po çat këta këto? Ja se e ke marrë ku kaq. Po un thash shumë dukshëm. Shkoni pak. Të gjitha ne që të trija dukshëm sa pëlqen Okej, tani vazhdo me pyetjet. Atëherë. Kush do të ketë një kafshë shtëpiake? Unë dua të kem një... Jo vetëm unë, por edhe motra ime duam të kemi një kafshë shtëpiake. Po një problem, ne nuk di çfarë kafshë të marrim. Emi me ndonjë qen, edhe se i ka frikë, por e don të vogël. Ndërsa unë dua një mace. A baba, një kozë. Po mami, thot jos. Jo, sepse na bezdis, edhe ju duhet të kujdeseni. Edhe unë të njëjtë mendim mendoj. Ndërsa unë kam një qenush të vogël. Atë e kam quajtur Bobi, edhe më pëlqen shumë dhe kaloj disa kohë me të, sepse ajo është kafsha ime e preferuar. Edhe pse i kam fobi qend, unë atë e dua më shumë, nuk e di. E dua shumë. Edhe unë ashtu unë kam Unë edhe frikë. pse i kam fobi qend, janë gjëra që kam më shumë frikë, unë prap e dua të edhe më pëlqen shumë. Po, që përveç qenushit tim, unë do doja që të kisha edhe një majmon. Mos u tallni me mua për këtë mendim. I cili do të ishte majmuni? Po cili? Jo, nuk ja tregoj këtë se është një kështu. Po cili do ishte majmuni? Si do ta quaje? Veshjet nuk do përgjigjeshe. Si do quaje majmuni nëse do a kishe një? Po, nuk e di, unë se kam menduar ende një emër për një kafshë shtëpiake tjetër. Unë ja kam vendosur Bobi ati, qenushit tim, sepse ai është ende 2 muajsh, ama ai është një qen shumë i madh. Kështu që unë desha që emri të përputhej me dukjen e tij, nga pamja e jashtme, edhe prandaj ja vendosa Bobi, sepse do i shkonte shumë një qeni aq të madh sa ai. Po tani, kush është konkurruese dhe do gjithmonë të fitoj A beni për që ngrejnë dorë? më të vogla, unë jam e sigurt që është kjo përgjigje. A, mi sigurim. Majse! Unë jam e sigurt për këtë, sepse unë, 2 vajzat tona të dashura, unë i kam në një klasë, sepse edhe unë jam në klasë të 4, edhe studioj në të njëjtën klasë me to. Edhe jemi shoqe shumë të mira së bashku. Edhe ja njohim pak ato cilësit njëra tjetrës. Në të vërtetë, unë jam e konkurruese. Çdo lojë marr seriozisht, por disa herë Emi do të më mërzis mua, edhe fiton, edhe unë mërzitem, edhe ajo pastaj fillon të qeshim. Po fillon të qajme të madhe. Po tani, edhe unë në fakt dua gjithmonë që të fitoj. Edhe Se ju bëllë marrë mos format. thoni- ju mos thoni për Amin, pse nuk e di publiku se si sillem unë kur humba. Na tregon të lutem. Unë ndonjëherë Kështu. Jo, se duhet t'i edukojnë fëmijët në mënyrë të sjellshme, jo si puna jonë. Çfarë të bëjmë ne? Jemi mësuar tani nuk mund të ndryshojmë dot sjelljen. Po, unë gjithmonë përpiqem që ta mbaj sjelljen time, përpiqem që edhe në momentet më të vështira të mijat mos të prekem, edhe ta vazhdoj pjesën time me qetësi, edhe mos të mërzitëm fare. Edhe mos të bërtash. Sepse të bërtasësh nuk tregon forcë, tregon vetëm dobësi. Tregon dobësi sepse ti se ke mbajtur dot. Duke folur normal dhe ta shpjegosh të drejtën tënde, fiton gjithmonë.
Po, të flasësh është gjëja më e duhur. Të jesh pak orator edhe i zgjidh që të gjitha. Po ju vajza, kush është loja që jeni mërzitur më shumë nga të gjitha? Sigurisht që është topa djegëshi. Sepse ne thamë që Emi është një çikës kështu që e bën traumatizimin më të madh. Edhe që nuk e fal, edhe ato gjën që i ndodhi sot në shkollë, edhe unë jam mërzitur gjithashtu. Edhe unë doja të luaj, por u çova sepse nuk është e drejtë. Kështu unë tani dua të them që dhe unë doja të luaja me topin, që kishim në vajzat. Por nuk ka problem, ama jemi të luajtur si klasë. Të luash është gjithmonë qejf, nuk varet fare se me kë luan, vetëm luaj! Unë nuk mërzitem kur për lojat, janë thjesht loja, fiton humbat. E njëjta gjë mund të fitosh lojë Pse tjetër. u mërzite kur çuna qenë duke luajtur me ne, ajo nuk quhen mërzi jemi? Më morën topin. Po, atëherë, ju thatë që kur mërzite njëra, mërzite dhe tjetra. Edhe ja pra, kjo do të thotë për shpirtin e motrave, të cilat e ndjejnë gjithmonë mërzitjen e tjetrës, sido që t'jetë puna. Edhe pse mund të grinden, edhe pse mund të zihen, gjithmonë e mbështesin njëra tjetrën dhe e duan atë aq shumë. Po atëherë, ju vajza, a keni ndonjë lojë që ju pëlqen gjithmonë që të fitoni? Edhe të tregoni që jeni më të mira me të. Po, unë kam një, është tok ajër zjarë, është një lojë, që kur është ajër ju dhe kap topin, edhe të merrni një jetë, edhe pastaj zjarrit ju djeg. Nëse është nga gjuhë deri lart, nëse të prek topi kur është zjarr digjesh tokës, nuk duhet të prek këmbas. Por ajri, nëse e kap një herë edhe të gjuhet zjarri, ti akoma rrin në lojë, sepse ajri është gjë mbrojtje. Wow. As kuptoj gjë Mele. Edhe unë e kam luajtur këtë lojë me ju, sepse si thash, unë jam në një klasë me to. Dhe lojë për fizikulturë. Dhe shpesh në orën tonë të edukimit fizik, ne e luajmë këtë lojë sepse na pëlqen shumë të gjithave si klasë, është shumë argëtuese, ritmike, edhe gjithmonë ka Dhe të bëjmë aktive. edhe gjithmonë ka sfidat e saj, të cilat janë gjithmonë lëvizjet sa ndi të drejtë që të shpëtosh të gjithë topave. Ameni nuk Atëherë. duhet t'i shpëtosh të gjithë topave, ka ajri ti duhet ta kapësh topin. Përveç këtij, duhet ta kapësh se fiton një jetë. Një lojë që unë dua që mërzitem kur humbas është futbolli. Sepse unë duhet gjithmonë të fitoj. Dhe sepse është një lojë aktive dhe e bukur siç thash më parë, dhe më pëlqen shumë kur humbas mërzitem, por nuk ka problem, mund të fitoj herë tjetër. Lojrat janë vetëm lojra, një mënyrë gëtimi ku ne fëmijët shprehim të gjithë idetë tona, mund të shpikim edhe lojra vetë, sepse gjithmonë idetë tona e bëjnë një gjë të re. Ama asnjëherë nuk duhet të mërzitemi, sepse është vetëm një lojë, një mënyrë argëtimi, të cilën ne fëmijët e duam aq shumë sa që e bëjmë pothuajse çdo ditë. Atëherë, para se të mbyllim tatën, unë dua t'ju bëj një pyetje pak më të veçantë. Ju jeni binjake, por edhe shumë të ndryshme, ndonjëherë bëni gara, dhe ndonjëherë nuk jeni dakord për gjëra të vogla, dhe ndonjëherë grindeni si të gjitha motrat. Por tani, dua që secila t'i thot njëra tjetrës një mesazh. Ami, neve edhe se zimi unë gjithsesi të dua të shumë. Emi, edhe sepse ne grindemi, ne do ta duam njëra tjetër për gjithë jetën. Emi dhe Ami, ju jeni me shumë fat që keni njëra tjetrën, se motrat janë gjithmonë aty për njëra tjetrën, sidomos kur ke një motër binjake, është një gjë aq e bukur dhe mendoj se edhe ju e mendoni këtë gjë, ju e kuptoni më mirë. Unë nuk kam një motër,
unë kam vetëm një vëlla të vogël. Unë të vogël se unë. Ama, ju e kuptoni këtë gjë që unë po them, sepse jeni motra binjake dhe gjithmonë e doni njëra tjetrën pavarësisht nga gjërat që ndodhin. Po, ne kuptim dashurinë edhe të binjakeve, por dhe dashuria e vëllait dhe motrës është shumë e madhe. Nuk do thotë që vetëm se jeni një djalë edhe një vajzë, nuk do thotë që nuk e keni dashurinë e madhe. Sepse një motër është gjithmonë dikush me të cilin ti luan, ndonjëherë edhe mund të grindesh, mund të keni zënka të vogla të cilat i ka çdo fëmijë me vëllain apo motrën e tij, por në fund motra është gjithmonë dikush i cili qëndron aty në çdo lloj situate. Nëse s'është aty, ti e ndjen gjithmonë praninë e tij dhe dashurinë e tij afër teje. Çdo fëmijëri është një histori e bukur që meriton të tregohet. Shihemi në puntatën tjetër të Gjurmë Fëmijërie. Pafshim!